Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today. Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 23 dhjetor dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë. Ky ftoj që të ndiqni. 23 dhjetori është dita e 357 e kalendarit gregorian, kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 8 ditë. Ngjarje 1989. Në Prishtinë u mbajt kuvendi themelues i LDK-s. 1990. Slovenia me plebiscit u deklarua për ndarje nga Republika e Jugosllavisë. Pikërisht në Prishtinë, Prishtina u bë dëshmitare një momenti të paharrueshëm, themelimi i lidhjes demokratike të Kosovës. Ky ishte hapi i parë drejt një lëvizjeje që do të ndryshonte fatin e popullit të Kosovës, duke i dhënë shpresë për liri dhe pavarësi. Një vit më pas, në vitin 1990, Slovenia hodhi një hap historik. Mes një referendumi popullor, vendi vendosi të ndahej nga Republika Federative Socialiste e Jugosllavisë. Ishte një fillim i ri për Sloveninë dhe një sinjal i qartë për shpërbërjen e Federatës Jugoslave. Por historia na çon edhe më larg. Në vitin 1954, në skenën madhështore të La Scala në Milano, opera legjendare La Boheme e Giacomo Puccini u shfaq për herë të parë. Kjo vepër artistike vazhdon të prek zemrat e njerëzve në mbar botën. Dhe në një kthes dramatike të historisë, në vitin 1972, u nënshkrua marrëveshja e paqes së Parisit, duke i dhënë fund një prej konflikteve më të përgjakshme, luftës së Vietnamit. Një moment shprese për miliona njerëz. Së fundmi, në vitin 2007, mbretëresha Elizabeth II u bë monarkja më e gjatë në historinë britanike, duke thyer rekordin e mbretëreshës Victoria. Një moment simbolik për një epokë të gjatë stabiliteti dhe përkushtimi. Lindje 1777. Lindi Aleksandri I, Tsar Rus. 1790. Lindi Jean-François Champollion, epidemiolog francez. 1889. Lindi Nils Lundell, aktor suedez. 1893. Lindi George Scholevort, regjisor danez. 1902. Lindi Nils Holmberg, gazetar dhe politikan suedez. 1907. Lindi Alice Skolgund, aktore suedeze. 1909. Lindi Maurice Derham, aktor britanik. 1912. Lindi Gene Kelly, aktor amerikan. 1918. Lindi Helmut Schmidt, politikan kancelar gjerman. 1974 deri në 1982. 1920. Lindi Erik Molin, aktor suedez. 1925. Lindi Anders Dahlgren, politikan suedez. 1940. Lindi Jorma Kaukoman, kitarist dhe muzikant amerikan. 1963. Lindi Donat Papp, shkrimtare amerikane. 1965. Lindi Edi Paloka, politikan shqiptar. Në vitin 1777, lindi Aleksandri I, cari rus që udhëhoqi me një vizion të fortë gjatë luftrave kundër Napoleonit. Ai ishte një strateg që formosoi fatin e Europës. Në vitin 1790, Jan François Champollion, njeriu që deshifroi hieroglifet egjiptiane, hapi një dritare drejt së kaluarës antike. Pa punën e tij, misteret e Egjiptit të lashtë do të ishin ende të fshehura. Në historinë moderne, në vitin 1918 u lind Helmut Schmidt, kancelari gjerman që udhëhoqi Gjermaninë perëndimore përmes krizave ekonomike dhe sociale, duke e shndruar atë në një lider botëror të respektuar. Në botën e artit, në vitin 1940 solli në jetë Jorma Kaukonen, kitaristin legjendar që i dha jetë muzikës rock me Jefferson Airplane.
Si çdo datë tjetër, dhe kjo datë shënoi lajm të mira të mëdha. Në vitin 1834, bota humbi Thomas Malthusin, ekonomistin britanik që me teoritë e tij mbi popullsinë dhe burimet ushqimore ndryshoi mënyrën se si e kuptojmë zhvillimin njerëzor. Në vitin 1948, Hideki Tojo, kryeministri japonez gjatë luftës së dytë botërore, u ekzekutua për krime lufte, duke përfunduar një kapitull tragjik në historinë botërore. Në botën e artit dhe kinemas, 1982 shënoi ndarjen nga jeta të Jack Webb, krijuesi i serialit legjendar Dragnet. Ai ishte një pioner në televizionin amerikan. Muzika jazz humbi një ikon në vitin 2007, ku pianisti kanadez Oscar Peterson i dha lajm të mirë botës, duke lënë pas një trashëgimi të jashtëzakonshme muzikore. Dhe në vitin 2011, kinemaja humbi Joan Fontaine, aktoren e famshme britaniko-amerikane që shkëlqeu në rolet e saj në filmat e Alfred Hitchcock. Për biografinë e sotme do të flasim për një nga gjigantët e artit dhe jazzit, Oscar Peterson. Ai lindi më 15 gusht të vitit 1925 në Montreal, Kanada, në një familje me origjinë nga ish-kolonit. Oscar Peterson u rrit në një atmosferë ku muzika kishte një vend të shenjtë. Që kur ishte vetëm fëmijë, ai dëgjoi tingujt e muzikës në shtëpinë e tij. I ati i tij, një këngëtar dhe muzikant amator, e njohu me pasionin për muzikën, ndërsa motra e tij ishte gjithashtu muzikante. Por ishte pianoja që bëri diferencën në jetën e Oscarit. Në moshën 7 vjeçare, Oscar filloi të studiojë piano dhe brenda pak kohësh u shfaq një talent i jashtëzakonshëm. Ai jo vetëm që mund të luante me lehtësi këngë të njohura, por kishte një aftësi të natyrshme për improvizim dhe krijim, i cili e ndihmoi atë për të krijuar një stil të vetin, një përzierje të rrahjeve të shpejta dhe pasionit të thellë. Në vitin 1949, pas disa viteve të studimit dhe performancës në Montreal, Peterson u zhvendos në Shtetet e Bashkuara, ku karriera e tij mori një shpërthim të madh. Ai bashkëpunoi me emra të njohur të jazzit si Ray Brown, Louis Armstrong dhe Ella Fitzgerald. Ishte një periudhë formimi dhe sfidash, por Oscar Peterson i kaloi ato me brillantizëm. Pjesëmarrja e tij në këtë skenë të lartë të jazzit ishte një shenjë talenti të tij të pashembullt. Një prej pasurive më të mëdha të Oscar Peterson ishte aftësia e tij për të improvizuar dhe për të krijuar pasione të papërshkrueshme përmes çdo tingulli. Një virtuoz i pianos, ai shpesh përdorte këmbët e tij për të mbajtur ritmin, ndihmuar nga një kontroll absolut mbi çdo çelës të pianos. Muzika e tij kishte një ndjenjë lirie që i ftonte dëgjuesit të ndiqnin çdo ndërlikim të ritmit dhe melodi. Për të çdo kompozim ishte një mundësi për të eksperimentuar dhe për të shtuar emocione të reja. Muzika e Oscar Peterson nuk ka vdekur kurrë. Pas vdekjes së tij më 23 dhjetor 2007, ai la një trashëgimi të pasur që vazhdon të frymëzojë breza të tërë muzikantësh dhe adhuruesit të jazzit. Do të vjojmë rubrikën Kuriozitete, ku sot do të flasim se si pyet tropikal kanë një rol të jashtëzakonshëm në krijimin e kushteve të motit dhe klimës lokale dhe globale. Ky fenomen është rezultati një procesi të quajtur transpiracion, një lloj fabrike natyrore që ndihmon në formimin e kushteve atmosferike të rajonit. Pyet tropikal me dendësi dhe larmshmëri të bimësisë së tyre, lëshojnë vazhdimisht sasi të mëdha uji në atmosferë. Gjethet e pemëve përmes një procesi të quajtur transpiracion lëshojnë lagështi që është rezultati i avullimit të ujit nga bimët. Kjo lagështi ngjitet në ajër duke formuar avuj të lagësht, të cilët mund të kondensohen dhe të krijojnë mjegull dhe rreshje shiu. Ky proces është kaq i fuqishëm saqë në disa raste pyet tropikal janë në gjendje të krijojnë motin e tyre. Shiu që bie pas këtij avullimi ndihmon për të ruajtur ekosistemet e pastura të këtyre pyjeve dhe në të njëjtën kohë kontribon në përhapjen e lagështisë në atmosferë, duke ndikuar në ciklet e klimës globale. Nëse shkoni në një pyll tropikal, mund të vëreni se shiu bie shpesh dhe në mënyrë të rregullt, i cili është rezultati i këtyre cikleve të mbyllura të lagështisë. Ky proces është një nga arsyet kryesore sepse pyjet tropikal janë të tillë kryesor për stabilizimin e klimës globale. Tani do të kalojmë në rubrikën Edhe shëndeti. Sot do të flasim për vlerat ushqyese të farave të lulediellit, të vogla në madhësi, por shumë të shëndetshme. Farat e lulediellit janë një burim i shkëlqyer vitaminash e mineralesh, përfshir vitaminën E, vitaminën B1, B3, B6, manganin, selenin, fosforin, magnezin dhe bakrin.
Farat e lulediellit janë gjithashtu të pasura me acide yndyrore esenciale që ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit kardiovaskular dhe në luftimin e inflamacionit. Përfitimet shëndetësore të farave të lulediellit reduktojnë rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Farat e lulediellit janë një burim i shkëlqyer i vitaminës E, antioksidantit më të madh në trupin ton. Vitamina E neutralizon radikalet e lira, të cilat mund të dëmtojnë membramat qelizore dhe qelizat e trurit. Duke mbrojtur këto komponent qelizor dhe molekular, vitamina E ka efekte të rëndësishme antiinflamatore që rezulton në uljen e simptomave të astmës, osteoartritit, artritit reumatik dhe inflamacioneve të ndryshme. Nivelet e larta të inflamacionit rrisin rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Konsumi i farave të lulediellit mund të ndihmojë në balancimin e kolesterolit, uljen e presionit të lartë të gjakut, ul nivelin e stresit oksidativ. Hulumtimet kanë treguar se kombinimi i antioksidantëve, vitamina dhe mineraleve që gjenden në farat e lulediellit mund të ndihmojnë në reduktimin e stresit oksidativ, i cili lidhet me zhvillimin e kancerit. Mbështesin funksionet e gjendrës tiroide. Një ndër shkaqet kryesore të çrregullimeve të tiroideve lidhet me mungesën e selenit. Farat e lulediellit janë të pasura me selen, i cili luan një rol kyç në rregullimin e temperaturës së trupit. Ndihmon në luftimin e osteoporozës dhe qetëson dhimbjet e muskujve. Farat e lulediellit përmbajnë nivele të larta të magnesit, për të cilën trupi ka nevojë për të parandaluar humbjen e densësisë së kockës, njohur ndrysesht si osteoporoza. Balancon nivelin e sheqerit në gjak, mbron nervat, muskujt dhe enët e gjakut. Farat e lulediellit janë një burim i mirë i magnezit, i cili nga ana tjetër zvogëlon peshën e astmës, ul presionin e lartë të gjakut, parandalon migrenën dhe zvogëlon rrezikun e goditjeve në zemër dhe infarktit. Magnezi është i nevojshëm për shëndetin e eshtrave dhe për prodhimin e energjisë. Rreth 2/3 e magnezit që gjendet në trupin e njeriut është në eshtra. Magnezi balancon edhe kalciumin, duke ndihmuar për të rregulluar ekuilibrin në nivelin nervor dhe muskulor. Te qelizat nervore, magnezi shërben si antagonist i kalciumit, duke parandaluar që ky i fundit të aktivizojë qelizat nervore. Duke bllokuar hyrjen e kalciumit në qelizat nervore, magnezi mban nerva të qeta, e përrjedhoi edhe enët e gjakut dhe muskujt të ngjitura. Mungesa e magnezit mund të rrisë presionin e gjakut, spazmat e muskujve, dhimbjen e kokës, dhimbjen e barkut, tensionin dhe lodhjen. Acidi folik, i pranishëm në farat e lulediellit, rekomandohet sidomos gjatë shtatëdanisë, pasi ndihmon zhvillimin e dur të fëmijës. Farat e lulediellit gjithashtu përmbajnë vitamin B, C dhe E. Kjo bën që të ketë veti antioksidante dhe të neutralizojnë radikalet e lira dhe të vënojnë plakjen qelizore. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 23 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të vrenjtur dhe reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të dendura, ndërsa pasditja dhe mbrëmja do të sjellin reshje shiu më të theksuara në zonat qendrore dhe jugore të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten shumë pak intervale me diell, kryesisht në zonat e izoluara. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 23 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 23 dhjetor do të jetë rreth orës 6:57, ndërsa perëndimi rreth orës 16:22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 7 deri në 12 gradë Celsius.
Kukës 6 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi 5 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë 11 deri në 14 gradë Celsius. Durrës 9 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 13 gradë Celsius. Elbasan 9 deri në 15 gradë Celsius. Berat 8 deri në 13 gradë Celsius. Korç 2 deri në 5 gradë Celsius. Vlorë 10 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër 7 deri në 12 gradë Celsius. Sarand 10 deri në 15 gradë Celsius. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 23 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme me rreshje shiu në disa zona. Paraditja do të shoqërohet me vranësira ndërsa pasditja dhe mbrëmja do të sjellin rreshje shiu në shumicën e qyteteve. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 8 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 23 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 23 dhjetor do të jetë rreth orës 6:56, ndërsa perëndimi rreth orës 16:12 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 0 deri në 7 gradë Celsius. Podujev -2 deri në 6 gradë Celsius. Skënderaj -1 deri në 6 gradë Celsius. Pej 3 deri në 7 gradë Celsius. Prishtinë 0 deri në 8 gradë Celsius. Gjakov 0 deri në 6 gradë Celsius. Malishev 0 deri në 7 gradë Celsius. Gjilan -1 deri në 8 gradë Celsius. Ferizaj 0 deri në 8 gradë Celsius. Kaçanik 0 deri në 7 gradë Celsius. Suhare 0 deri në 7 gradë Celsius. Prizren 0 deri në 6 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kish gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, nëse dëshironi ta gjeni Drita Televizion në rrjetet sociale, mjafton të klikoni RTV Drita, Drita TV Kavari dhe Drita Televizion. Ndërsa nëse dëshironi ta shikoni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision, ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.